Folën përgjimet që tregojnë qartazi se si Belinda Balluku me drejtorin e saj dhe me shefin e saj ka mbjedhur qytetar shqiptar në aferën e tunelit të Llogaras. Tani i thot drejtori Berberi Belindës, i thot, shikoj, thot, për pak nxjerr tunelin, edhe pak, i përgjigjet Belinda, prit. Berberi, për tunelin, okej? Belinda Balluku i thot, po, por prit ti çoj fjalën atij pip që kërcënon me SMS. Okej, i përgjigjet Elvis Berberi. Pas 2 orësh, Belinda i konfirmon, me sa duket ka folur me atë pip dhe ka marrë konfirmimin. Dhe i thotë, okej, tani mund ta nxjerrësh. Kjo është mënyra se si vepron një band në fakt, më shumë se sa një qeveri dhe një administrat që duhet kujdeset për paratë e qytetarëve shqiptar. Bandat veprojnë në këtë mënyrë, bandat veprojnë nën kërcënimin, por nuk e kemi të qartë kush ka kërcënuar Belinda Ballukun për nxjerrjen e tenderit për tunelin Llogaras. E ka kërcënuar shefi i saj Edi Rama, e kanë kërcënuar bandat, apo e kanë kërcënuar ata që kanë fituar tenderin. Ky është një skandal i paimagjinueshëm. Prandaj Belinda Balluku duhet japi dorëheqje sa më shpejt, po bashkë me të edhe Edi Rama, sepse imagjinoni në duart e kujt janë paratë e qytetarëve shqiptar, në duart e një bande.